Ka nisur prodhimi i fletëve të votimit për zgjedhësit nga jashtë që janë regjistruar për të votuar më 11 maj. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celebashi në një komunikim me gazetarët tha se fletët po printohen nga një kompani slovene dhe se brenda datës 8 prill pritet të vinë në Shqipëri. Përgatitja e zarfeve me fletën e votimit do të bëhet brenda datave 8 deri në 10 prill, ndërsa zgjedhësve jashtë parashikohet të dërgohet brenda datës 17 prill. Celebashi deklaroi se çdo zgjedhës mund të marrë vetëm personalisht zarfin zgjedhor me mjet identifikimi që do të dërgohet nga operatori i shërbimit postar. Posta do shkojë 3 herë në orare të ndryshme. Kompania postare mund të lërë një shënim se kur operatori të paraqitet prap ose një shënim se ku mund të shkojnë vetvotuesit në zyrat postare për ta tërhequr. Sipas tij, zgjedhësit do të kenë 3-4 ditë kohë për ta plotësuar fletën e votimit dhe të nisin zarfin. Do të duhet që operatori i shërbimit postar, dhe kjo është e panegocueshme, t'ia dorëzoj individit në dorë fletën e votimit, të themi, dhe asnjëri prej familjarëve apo bashkëjetuesve të tjerë me të. Janë 3 tentativa të cilat operatori i shërbimit postar do t'i bëjë në orë të ndryshme. Sipas protokollit të tyre, mund t'ju lërë një njoftim zgjedhësit të cilin ai nuk e gjen në banesë për tu paraqitur zgjedhësit tek një pikë e operatorit të shërbimit postar për të vajtur për ta trequr, për të shkuar për ta trequr fletën e votimit, por në çdo rast kundrejt paraqitjes së një dokumenti identifikimi. Pra, me pak fjalë, në çdo lloj rrethane, operatori i shërbimit postar do duhet t'ia dorëzoj fletën e votimit individit i cili do duhet t'i prezantoj operatorit të shërbimit postar dokumentin e identifikimit që është vërtet personi i cili ka emrin në zarfin përkatës. Dhe mendoj që këtë e kemi bërë mirë dhe kështu do duhet ta bëjmë, sepse kemi të gjitha garancitë që fletët e votimit nuk do të përfundojnë tek individë ndryshme apo në zyra, po do të përfundojnë në dorën e vetë votuesit. Pasaj se çfarë bën votuesi është në gjykimin e vlerësimit dhe në të drejtën e tij. Po ne do të sigurohemi që e merr fletën e votimit vetë personi, vetë votuesi. Sa i përket votimit brenda vendit, kryekomisioneri sqaroi se ka filluar rekrutimi i operatorëve për përdorimin e pajisjes së votimit. Ai tha se brenda 10 ditësh do të instalojnë pajisjet në njësi numër 10 dhe në Bashkinë e Vorrës në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të familiarizohen me të.